Mishtë dashur e thash në fillim të emisionit, në hyrje, në prezentim që për herë të parë kam kënaqësinë e veçantë që të ftuar në studion e emisionin Zata kem artistën që tashmë ka më shumë se 2 dekada ose 3. Nuk jam i saktë, po do e kuptoj kur filloi intervistën. Me mua sonte më ka bërë qepin është Mirije Braha. Përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën, si gjithmonë respekt për ty, kur ke qenë Big Brother, kam qenë njëna prej adhurusave, fansave tu, kështu që shumë mirë që patë fitu. Falenderoj shumë, po m'bëhet qefi. Unë jam adhurusi. Ktheja në kohë që ata dhe unë ala pak për një sekond, unë jam adhurusi këngëve tuaja prej vitesh, kështu që nuk pe di saktë, të bën më shumë se 2 dekada, 3? Po. 3 dekada. Po ma shumë. Më shumë. Ma shumë se 3. Kur bëhen 4, a kime bëhen ai me manifestu? Nuk e di a do ta bëjmë dhe si do ta bëjmë, po me rëndësi është hala jemi kogja në top form, kështu, më falni për ju modestin, zoni po punon hala, kështu që po tash jemi në maj edhe para 3 ditëve e patëm 34 vjetorin e martesës me Naimin, kështu që e shtoja edhe një 5 vjetë karierë. Oke, jemi shumë afër mu bo 4 dekada, 20 vjetë. A ki mendu për gjithë ata që të kanë mbështet, që të kanë dëgju pa ndalë, që vazhdojnë edhe sot, dhe të shkruajnë, të komentojnë, me bo, ndoshta një koncert me gjitha këngët, mi përzgjedh, me bo me naj arenë. Po, tani është bo dhe... O bo dhe si mod, si trend. Edhe si mod, po, model për me bo ka një koncert në përvjetorin e karierës. Po nuk e di unë si do t'a bëj, a do t'a bëj qashtu koncert, apo do t'a bëj më ndryshe, nuk e di, nuk është e kun mendu shumë gjatë, por që do të bëjmë diçka po, do t'a shenojmë si do të. Si do të. Meria në Francë, për të Meria në Francë, pasi që gjithmonë ke qenë aty, kur kolektet u kanë pas, ndoshta edhe nevojë, me thonë kushtimisht për ty, ju ki hapë dyrë, keni bashkëpunu shumë, si ti si Naimi, gjithmonë ke qenë hapër edhe për artistat ri, dhe me thonë që ndoshta edhe sot janë maja, në pjedestal. A t'janë mirë njës për gjithë... Kanë shumë respekt për Kanë shumë respekt. Po, nuk është që përmendin shpesh, sepse nuk ju drejtojt edhe kjo pyetje kush ju kanë ndihmu në hapat e parë, por që janë të për mirë njës edhe na respektojnë maksimalisht shumë, kështu që na e kemi vazhdu trendin e këti lloj gjesti, si me thonë, hapjen e dyrëve për artistat e ri, dhe sot e kësaj dite e kemi në odon, kur e kemi rubriken për ta, kështu që vazhdojmë me pas, sepse edhe na kemi pas nevoj, kur kemi qenë të rrimë na përkra dikush, me na hap derën dikush, edhe duke u nisë nga ky fakt, e kemi vazhdu edhe na në... Po du me nda një detaj, base që ndoshta s'ta ka thonë kërkush, në një nga udhëtimet që kisha me Korap Shashirin, e nda një pjesë dhe thot në momentet më të vështira të vendit tonë, kur ka qenë shumë e vështirë me këndu, e vetëmja që ka pranu me këndu, a ka dhe një push për mua, more hej, edhe nuk ka hezitua asë një sekund me qenë pjesë e këngës Ili Shaqiri, ka qenë Mirije Braha. Shkëlqimi i plisa dhe. Shkëlqimi. Që shë kujtë në atë moment, Mirije? Ka qenë shumë... Sfiduse po, rrezikshme po, një sakrificë mbranda. E para punës e imaginojshëm ushtrin qlirimtare të Kosovës, veç në për imaginatën tonë. E kishim ëndër me pa dikënd me uniformen e ushtrin qlirimtare. Me prekat atë kryes, do më thonë që e ka vesh atë uniform. Gjithçka ishte vesh në iluzionet tona. Dhe kur më erdhi ftesa me këndu këtë frazë, këtë pjesë të këngës, të Ili Shaqiri, atëherë, unë ashtë nuk e komendu me thonë diçka tjetër përveç se një po e madhe dhe jam ndjetë ty për e lumëtur. Është e vërtet që ka qenë me rrezikshmëri të lartë, rrezikshmërisë, është e vërtet. Mirë po e bëm pa problem, do më thonë e vesha një fustanel të veshjes kombëtare, shkum të teatri Dodona, e gjirum, normal jemi... E kështë bo prapë Miri? E kësha bo Nëse që këtin kohë, njeri kur kalon edhe reflekton... Ama emocionet e njëta se besoj që më kishin ardhë njësaj. Se ka qenë interesantë, dikush rujke atje, jashtë, se mos po na hynë policia, e po na nëzojnë, edhe problemi ishte sidomos të meshkujt, sepse gjithmonë dënoshin më shumë djendë, edhe ka qenë korona aty, Ili Shaqiri, një ekipe madhe, besoj, më duke që ka qenë edhe Faruk Begoni, Ndje Spas, edhe ka qenë një ekip, një staf i madhë, më duke ka qenë edhe
Isa Qosja, si regjisori i videoklipit. E kujdione, po kemi qenë këgja shumë njerëz dhe e di që në masat të rapta kështu, do me thonë, kështu kritë civil të kontrolu, të patrullu, po që mës po vjen dikosh prej policisë serbe, normal, edhe me na lajmëru që me ndërprej sepse u lëshoj ke kanga, u dëgjoj ke zëri, e ishim plot të tjera gjëra që ishim në rrezik. Meri... Po nuk e gjboj me kur gjoj, është gjëja më e bukur në karrierën tam që e kumë bo, ndër gjërat më të bukra që e kumë bo në karrierën. Edhe sidomos për gjeneratat tona, ndoshta se kam gjeneratat e reja, se unë e kumë dëgjua dhe fëmi kur e më konë, se e kumë përjetua dhe luftën, momentin që përfasohet Kosova, se lumë futbol ato kangi dëgjojme, para se më nisën ndeshe, gjithmonë na kthehet në kujtes. Shpesh nuk e din trit që ndoshta jetë që zoni Miri. Ka qenë interesant se edhe kur kam shku me ingjizu vokalin. Hej, ja ka dhe një pushke dhe për mua mërej! Në studiot e Valtonit, e Valton Beqiri, vesh kjo frazë nga dëshira, vullneti, energjia mirë, adrenalina, gjithë shka e bukur, mu do ke që bako, a mu edhe diçka tjetër. Po, a mu edhe diçka tjetër, qka mu edhe diçka mu inkorporu. Po, kjo ishte fjalia që e jepte vullën, do me thonë edhe. Po, ka pas edhe prej atyne që më kanë tonë, po ta bini push këtë dera, a pe merë. Tani këto, bukur. Këto momentet e bukra, ka qenë hala na imit njëra prej tyre, që më ka dirën telefonet dhe më ka thonë qatë pushkën që pe lypë, ta bite dira une. Misha pe merë tani me dojë. Po, bjera. Miri, 40 vite gati, qka të majtë në skenë? Po da bëj këtë pytje për këta trit. Se kemi pa trit që po dhezin shumë, edhe unë këtë probleme kam, për të pikë pytje kam me këta trit. Ndoshta po vetë knaqen me qëta, famën momentale, ju mbo si kanë hite sezonale, edhe po harrohen. 40 vite, vazhdimësi. E para punës, do të me ta dhonë zote për me qenë këngëtar, ose me qenë artist, i çfarë do lloj lamije, fusha. Por si do mos të këngëtarët, do të zote me ta dhonë zërin, pas taj do të me kultivu, sepse zëri kultivohet. Absolutisht. A punon shumë Miri? Dhe duhet me punu. Mos me ndërprej punën, do me tonë, duhet në vazhdimësi me punu. Kur në jetën time nuk kom folë për rikthem, se si më nalë asë njarë. Absolutisht. E kuptan? Dhe nuk i kuptoj këngëtarët, artistët e mbej që kanë njëherë flasin për rikthimin. Pse o vlla po nalësh, mos o nalë, nuk ka kush që të ndalon nëse ti nuk nalësh vetë. Do me tonë, po që karierë është e fështirë me notun gjitha dalët edhe rrymat që ti sjell jeta. Ti ki ditë mi gërshëtu shumë mirë, ndoshta populloren, tradicionale. Po, ka qenë edhe aftësi të cilën unë e kum kultivu me kohën. Por këto më ka ndihmu edhe Naimi, sepse na të dytë jemi njerëz që ju kemi për 7 kohës, kemi ecë me kohën. Ju keni adaptu. Ju kemi adaptu, do me thonë gjeneratave, sepse nuk ka qenë e thjesht, asë elit. Absolutisht. Absolutisht jo. Po kemi qato që thashone, energjia e mirë, vullneti për punën, puna e ka sjellë suksesin. Qëre, është shumë e vështirë. Edhe bashkëpunëtorët mos haraj, sepse bashkëpunëtorët kanë rëndësinë e vetë të madhe, sepse kompozitori ta ka ofru këngën e mirë, të cilën te ke marrë, ke mësu, e ke këndu, e ke inqizu, e ke bu videoklip edhe e ke lansu. Kjo është projekti. Miri, sot të ka dash, shumë bukur që ata qëta. Sot të ka dash të kohë, momentin se sot dhe marrin këngën, në shkojt nesër më e inqizojnë. Po me tekst të ndojnë, e me melodie mësojnë aty për atë. Jo, na kemi punu me më ndryshe. Shko arbër, na i kemi taku edhe kohën e Radio Prishtinës, atëherë, kur është inqizu live me orkestër të RTP-s, edhe do me thonë je filtru në për komisione për me mri me hi në studio me inqizu në 24 kanalshin e Radio Prishtinës. Dhe kemi këndu edhe kemi interpretu të gjithë 30 e disa vetë në studio të madhe, ku është tani edhe... Radio Kosova. Radio Kosova. Edhe nështë ka shku gjithë shka mirë deri në 10 sekundat e fundit. Nëse një violin ka bon ngek... U dash më rikëthy për... U dash më këthy krejt për e fillimet. Na i kemi taku këto
periuda kohore, do më tonë. Dhe pastaj kemi kalu të dati, gjërat të tjera që tani arritit CD-ja, e tash e kime vi transfer, do më tonë, zdi gjo, vla që është ka vodë, avancimi i teknologjisë është e frikshme sa është avancu. Tani ka fillu për mduket dhe me inkorporimin e AI për mduket që ka fillu më degradu në tema, se më bo robotike gjithë shka, nuk po identifikuar. Kjo për mu është e papranishme. Absolutisht, dhe unë i ndaj për sejtën me ndim. Inteligencën artificiale me i bo pytje për me na dhon informacione. Të shpejtat. Absolutisht, por këtë gjën e live-it e gjallë, këtë gjën e gjallë që e ka mone nuk mundet me madhon robote. Absolutisht. Asë në shikuzve, asë adhuruzve. Nuk e përsia qatë emocion. Jo, absolutisht. Mundet me qenë mrekulli e bukur. Mundet me qenë dihmes ndoshta për muzikën, për ndërtimin e muzikës, instrumentalit, po jo vokalisht. Po jo, vokalin jo. Vokalis nuk, jo, shpirti nuk zavenzot. Absolutisht me robot. Ki fillu me këngë kleta, moderne, popullore. Jo, për një korrigjim të vogël, e kom fillu me këngë popullore, pastaj folklorike, pastaj kom kalu në këngë të leta. Të leta plus edhe moderne. Edhe moderne, po. I ki komplet. Po, absolutisht. Cila është kënga që më shumë ti të personifikon? Ty që mendon, që është ajo këngë që momentin që përmendet me i bra, që aty të shanë? është kënga Lotët në përfaqe, ose ta fala zemrën time, në 94-ën, në 92-ën, unë kam marrë pjesë në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar dhe jam radhit e treta. Në Shqipëri, identifikona me këtë këngë, sot e kësaj dite. Kurse në Kosovë, identifikona ma tepër me këngë popullore. Kur ka ra kushtrimin Kosovë, 6 tetor, 68, këngë folklorike të kohës, dhe me thonë, vjen kënga ma ka dal, akoma për të presh, shtëpia ime, puthje kosovare, turbulenca, nuk e di. Nuk e di, pytje edhe në nga buha që e bona. Nuk e di. Miri, ku është përgjithësi me e madhe? Festivali? Festivali, ja, festivali, shika. A do më këthy, mas e kemi RTK, po ta bëj që të pytje bëdu me dalë, se RTK ka fillu, po besojmë shumë shpejt dhe t'jemi edhe na Kosova pjesë e Eurovisionit. Po urojmë dhe po shpresojmë, a kemi marrë në herë pjesë. Me rikëthy ato emocionet të 92-ës, ndoshta me një miri... Nuk e di, a jam e gatshme me i përjetu të në ato adrenalina, do me tonë në prapa skenjë, të në atë përgjithësin e madhe dhe normalisht kur merë pjesë në festival gjithmonë tentativa është me qenë ma e mira, edhe medalje para, do me tonë, e kështu që nuk e... A i priton garës? E i pritoj. Tash jam në fazën në të cilën mendoj që e kom arrit një farë kulminacione dhe nuk kam ku të shkoj për të kësaj maje, edhe nuk kom nevojitet festivali, kështu që e jep hapësirë të rinjeve. Do me thonë, hap një rrugë, e kom pas një video, u fatë bo virale, hap një rrugë. Kimi nda disa momente, kimi nga i tregu më pas. Sa është e mirë edhe sa kanë diku të ti, më formësu profesionalisht fakti që edhe bashkër të jëtë një artistin ma. A jeni kritik në njëni tjetër? A ja bën një rafsh? Jo, se a bojmë rafsh. A jeni kritik s'po më pëlqen qëtu shqikim? Debatet ma të forta i kemi sidomos rreth jetës tonë artistike. Tek paraqitjet tona, normalisht edhe te interpretimi. Muj ma mirë, s'muj ma mirë, monësh, qysh s'monësh. Peveshi që ta ju s'peveshi ta se s'po të shkone, po të shkon kjo tjetra. Do me tonë debatet ma të nëzeta, në shpinë toni kanë qenë qitos rreth paraqitjeve tona, skenike dhe atyre në këndem. Por mos në me të më bërgjë, edhe të kjo puna e pytjes që ke a përgjësi është me madhe festivali, a dasma ata këto, me shiku realisht arbe, për mu, kur dalë në skenë, jo, kur do që të dalë në skenë, skena për mu është shajt, dhe përgjësia është e ati nivellit të lartë. E vetëmi a gjënë në festival që të rritët adrenalina e garës. Do me thonë, sepse tendenca dhe tentativa është me shkëlqy dhe me fitu çmimin e parë. Absolutisht. Do me thonë, vetëm këtu dalon. Të regom, sa ka ndiku jeni rritën, nuk di dikush që ka më shumë jetë gjatësi në ekran, në të prodhuar bëri televizion, me prodhuar emisione, me jetë gjatësi, ki kalunë për gjitha fazat, më do këtë jemi rritë me juve. Pa tjetër që, viti 2000 ka që, o bo 26 vite. A ka ndiku pozitivisht, a negativisht, se shpesh herë të shdasht me lonë muzikën, dhe shta pakana, ashtu ju përkushtu a prodhimit emisioneve. A je pishman për flas? Jo, pishman nuk jam. Okej. Por ka qenë fush që nuk është që e kom dasht atë shumë me qenë pjesë e emisioneve,
para kamerave. Okej. Ku e keni pa Naimin, që u kom para Ti e kom kamerave, prapa. unë gjithmonë jam konë mrapa dhe kum bo mas miri mon shumë. Edhe kum bo me shumë qef. Po kur ka ardhur momenti që Naimi ka kërku me dalë me drejtu bashkë të dytë një emision, ona jam step pak sepse nuk jam njeri që flas shumë. Edhe nuk është që e du shumë të folurit e gjatë para kamerave. Unë kam qef me mbu pytje dhe me dhënë përgjigje. Po jo, unë me bu pytje e me i prit përgjigjet prej misafirit. Kështu që atë pjesë nuk e ku mbu kur edhe nuk e baj. E bëj prezantimin hyrjen e fillimit të emisionit, në publicitet diçka në reklam normalisht dhe mbylljen e emisionit. Këtë pjesë veç për sharm, për shmekja ashtu, ja bëj Naimit. Për ndryshe, Naimi është ai motori edhe drejtuesi me timon ashtu i projekteve. E ka të lindur. Për ndryshe, prej 2 mitës që ka fillu Naimi me Telebingo, do më thonë nuk je kemi ndalë emisioneve. A ju ka penalizu të dyve? Po të pysë edhe për Naimin këtë rast? Jo, Naimi... Do shta për shamë dhe prodhu ma shumë albume, ma shumë bashkëpunime, ma shumë këngë, se di që televizionit merë shumë ko. Për albume nështë ta kisha thonë që na, do me thonë, endi ke posh pak, sepse nuk mjafton koha me i zonë të gjitha. Absolutisht. Po edhe turneve, do me thonë edhe koncerteve, pak i minimalizan, do me thonë, projektet ansore dhe merë projektin tonë që ti ke, po, atë bazën, do me thonë, atë strumbullarin e projektit. Kresorin, ha? Po, Naimi është aq energjik, hiperaktiv, sa që Naimi është i padatshëm. Sa të kryet gjirimi i emisionet, e pyet Naimi, na e lodh, përgjigja është jo. Kthehesh prej rrugës 2000 kilometra, na e ma u lodhe, thot jo, lodhje për na e ma vazin nuk ka. Po mu më kanë ndihmu shumë kjo pjesë e Naimit, sepse na kemi udhëtu bashkë gjithmonë dhe vazhdojmë të udhëtojmë, të marrim koncerte, drejtojmë emisionet bashkë dhe kur kthejna kanë erën e di me tonë jom lodhë. Jom lodhë, valla. Po kur të ini ato ka thot, jo s'jom lodhë, me ja s'jom lodhë asona, se bashkë kemi konë, kur si lodhë të asun s'jom lodhë. Asun s'jom lodhë. Miri, po du me ditë, a kemi me pas në album? A e të punu konkretisht? Për pas punës... E kam incizu një balad me ritëm, do me thonë një balad ritmike. A egzistan balada ritmike? Po, egzistan. Po, egzistan? Po, është një këngë tepër e bukur që mu më pëlqeni jashtë masë shumë. Jam në fazën të prit idenë rreth videoklipit. Nuk jam të e paramendu vetën hala qysh mu dok mas pare, pamja vizive. Edhe ku me bo atë videoklip, teksti është i jashtë zakonshëm, është tepër i bukur dhe strofa e parë nuk në gjetë me strofën e dytë. Do me tonë, e këndoj strofën e parë dhe strofa e dytë kalon në një dimenzion tjetër, që është diçka tepër e bukur, do me tonë tepër e veçantë. Në karrierën time do t'jetë një gurë në murë. Por i kam edhe disa këngë tjera që po pres me incizu dhe i kam disa këngë të vjetra të riorkestruara nga Platori dhe tu i incizu në studion e Platorit dhe besoj që do t'a bëj një lloj albumi me prurje të reja, por edhe me riorkestrime, me ripërpunime. E di që e selektive në përgjedhjen e bashkëpunëtorëve, po ta them këta pasi që së fundmi është një djalë i cili jeton në Zvicër, shumë i talentuar, është Benito, në qoftë se regjia është gati, edhe kemi Benito në apo po e kemi pesha. E kemi përmes videokall. Benito, nëse po na dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje. Hello. Kesh do thonë, është djalë Miri. Përshëndetje Benito. Miri, para se me fol me Benito, në qysh është të bashkëpunimit? Benito ka qenë, ideja e Benitos ka qenë, a i pari ka thirë edhe one nuk kam hezitu fare, sepse më ka pëlqy kanga. Kure kom dëgju kanga, më ka pëlqy, edhe me zi kom prit me bashkëpunu me Benito. Benito ka qenë edhe është valtar fantastik, profesionist, po në kangën në videoklipin tim me refuzova, Benito me kom si valtar, kështë që nuk është këtë bashkëpunimi jo. Refuzo? 2002? Jo. Qështë duke t'alam do këtë që është e resi këngë, 2002. Në më dhoni, vjen para i se sa vjeti ka pas Benito? Nuk e di sa i ka pas Benito, pyte. Benito, apo më dëgjan? Sa vjeti ki pas të këngë nga refuzo? 15-16 po më duke. 15-16. Je rrit me këngë të mija. Benito, dashni, projekti me Mirin, që shërë?
Po arbër e kum pati projekt edhe me kicën e patëm bo plan që kush mundet mi flajt qëti projekti dhe kush kish mujt mos miri mi najt qëti projekti. Edhe në rastisht të i dëgju kongë të Miris isha në Instagram edhe merë si ide dhe i thash kicës hej, thash Miria, thash është perfekt për qitë refren, për qitë pjesë. Edhe me nëherë kom thirë Naimin edhe Naimi ka bisedu me Mirin, gjithçka ka shku mirë, Miria, si Miria e broa profesionale, po aq mirë aq shpejt e ka realizu, e ka krye, e ka mbaru, sa që 2-3 ditë kanë shku edhe gjithçka u kon gati. Kështu që s'kom qa flasë më shumë për Mirin, edhe jam shumë i lumtur që ka pranu, edhe që ka pranu mu bashkëpunu me mund këtë projekt, e kemi përshtat projektin ekstrem bukur dytë, edhe është një kongë shumë e mirë, pak më ndryshe se që në mësu me po njerës një bashkëpunim për shembull Miria Braha, Benito, diçka jashtëzakonshme e mirë. Kush e boni tekstin, kë videoklipin, tregona pak detajet rreth projektit. Tekstin e ka bo Big Basta, videoklipin e ka bo Gaddafi XL. Okej, i përshëndesim të dy, edhe Big Bastën edhe Gaddafin. Fantastik janë të dy. Po, të dytë janë të mirë, edhe me kënu e kena kënu në Miria Braha. E kemi një kritik të vogël me Mirin. Po vjen në këtu, po jenë studio, po gjiron, kënë qëzën kongë studio, po bën klipin e krejt, për marrë një intervista dhe me jap hakun tjetër s'po jenë Zvicër. Po më pengon që kjo. Benito venin e ki këtu ofër meje, jonë në Zvicër në Prishtinë. Zbog kështu. Projektin e arshëm, do të menaxhojmë pak më mirë. Mi thonë drejt, dëshira ishte shumë e madhe më konë bashkë me Mirin në studio. Na kanë thirrë edhe në për shumë dhana tjera, po s'kena mujtë më konë bashkë, vetëm një emision këna qenë bashkë. Po si do që t'jetë na do t'jemi bashkë, shpresoj, po unë kur po vi atje po vi shpejt me mbaru punë, ja kom nisë edhe albumit me bo, edhe po më shkom koha, se më thonë, nuk ka që po vi po shemë bo, gjithë shka punë, edhe kështu që po më shkom koha shumë shpejt, se studio, gjizime, këto gjera, ndryshme, gjithë koha është angazhime. I kënaqur me këngën, me projektin, ku mujnë me gjetë, në cilin kanal gjindet, i hedhën të te, në cilin kanal zyrtar është në YouTube, edhe të regoma, ka me pas projekte tjera. Arbër po, projekti u pritë shumë mirë, për gjitha moshave të moshme, edhe për moshave më të reja, të mesme, më të vjetra, unë thash një kombinim tepër fatal edhe tepër i mirë, kështu që i veçantë. Edhe ka dalë konga shumë e mirë, Miria Braha u konë, si më konë zoni sa i lindon për këtë instrumental, për këtë beat, e ka djegë që thojmë na rinia, edhe u pritë shumë mirë, edhe nga una Shqipërisë, edhe Kosovës, më kanë shkru shumë, më kanë dërgu shumë video, edhe kom dëgju që po dëgjohet në për radio, televizionën ndryshme. Jam shumë i lumtur. E saj përket që jam të punu albumin, shpresoj në vitin 2027. Ja, këta kur vjenë në Prishtinë në studio, i flasim gjëre gjatë si me Mirin, kështu që po të falenderojmë shumë për këtë lidhje. Për albumin Hapësirë Tjetër. Hapësirë Tjetër. Këto kemi me folë për projektin ton të përbashkët inderuar. Benito, falenderoj shumë, projekti Konga Dashni, keni me dëgjua dhe në fund të intervistës, mas e mbaroj me Mirin. Po të falenderoj shumë për kohën, vazhdo me energjinë që e ki, kur t'jem Prishtinë më shkruan, vjen në studio flasin për projektet, koncertet dhe gjithçka tjetër. Kjo minutazh ishte i kaç. Faleminderit Albert. Edhe Miris gjithashtu. Faleminderit Benito shumë. Shumë faleminderit. Kaloni mirë. Një dëshmi tjetër që Miria Braha pavarësisht viteve që kalon shkojnë e hapur me tri, bashkëpunon edhe gjindet jashtëzakonisht mirë secili projekt, qoftë modern, reggaeton, çfarë do zhanre. Unë mendoj që Zoti ma ka dhënë zanin, por edhe pamjen. Absolutisht. Por kur jemi edhe te pamja, jam tepër e kujdesshme edhe në këtë aspekt, edhe tek paraqitjet e mia është fokus i jashtëzakonshëm për me ju përshtat me konjeka e bën videoklipin. Këto në këtë rast me Beniton, do me thonë unë ju kam përshtat moshës të Benitos, por edhe projektit si tansi. Do me thonë jemi mundu pak a shumë mu kombinu. Kur jam veç vetën në videoklip, kom pak ma letë sepse vendosi vetë që shpo du mu dok. Kurse kur je në bashkëpunim me diken tjetër, normalisht që do është mu konsultu pak edhe me qenë me shije të dytë.
Jo me shkëlqy njoni e tjetri me met në nije. E ki mundësin... E deshta me thonë edhe për Beniton që një djali jashtëzakonshëm, artisti vërtet. Fantastik. Edhe gjithçka ka shku, gjithçka ka shku në mënyrën më të mirë të mundshme, duke falendëruar edhe Kitson që e ka orkestru këngën edhe kemi ngjizu në studion e tij, por edhe produksionin që e ka bo videoklipin, kështu që shumë respekt. Miri, e ki mundësin me zgjedh tekstshuesit, kompozitorin edhe një bashkëpunëtor në këngë që ki me bo. Cilë kjo? Tu mi tri emra, tekstshuesi më i mirë për ty. Me ta bo një këngë për shefi. Aida Baraku. Aida Baraku. Kompozitori. Armend Rexhepagiqi. Edhe kështë bo Edhe kisha bo bashkëpunim me Armendin, shkon një diçka shumë e bukur, e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Po. Tregon pak për familjen, për platorin, qysho djali. Djali është shumë mirë, mashallah. Platori është në prapaskenën e Odeonit, është regjisori i Odeonit. Kam mbaru për regji, film, gazetari. Kam mbaru edhe për ekonomi, biznes, management, dhe më thonë është me 2 fakultete. Bravo. Edhe po jeton me Tringën, jemi të jetu bashkë në një apartament. E fështirë? Jo, është shumë e bukur. Shumë e bukur. Shumë e bukur, sepse Tringa na e ka plotësu mungesën e një vajzës në shtëpi, kështu që shumë e bukur. Miri, që pas shqip me pas dhe gjysore, ko me folë për shpeshar minutazha është kaq. na kurzan. Jo, për du pytja e fundit, me shka zbën kompromis Miri e Braha në muzikë? Po flasë muzikë, të bëj këtë pytje për trit. Me ndalesën, me stopin, nuk bëj kompromis. Jo të ndalur. Në karrierë, njeriu duhet me punu. Punë dhe vetëm punë. Por duhet edhe me punu me njerëzit adekuat, me njerëz profesionist dhe karriera është stabile. Detajet e bojnë diferencën gjithmonë. Absolutisht. Kurse jo stabilitetin ta japin njerëz jo profesionist. Mirje, po falenderoj shumë, po uroj gjithat mirat. Kanga, kur po del? Kanga që kjo që sa po e folëm? Nuk do të Mbrana mujet? Që ti muje? Ndoshta ka fundi i majit, eventualisht fillimi i qershorit. Po falenderoj shumë edhe një herë. Shumë respekt. Falja na imi gjithat mirat. Shumë respekt për ty.